edhe me votat e demokratëve, ndërkohë deputetët e Partisë Demokratike sot deklarojnë se janë tërhequr nga votat. Dhe një pyetje sa i takon kësaj është një kandidatët që ju keni ngulur këmbë për ta votuar në Kuvendin e Shqipërisë është Besim Ndrejgjoni. Do i qëndroni këtij propozimi për ta çuar deri në fund apo keni ndryshuar plane? Narkomajoranca ka bërë një lojë të turpshme me këtë, por ne kemi ndjekur. Ne kemi qenë të bindur në intriga dhe banalitetin e tyre. Në qoftë se ju kujtohet, në një nga ditët po këtu, tavla Toyota Yaris me shumë mbiemra informoj se atë do ja kemi lanë opozicë. Është kështu apo jo? Dhe unë thash ju se ata do pendohen. Dhe tani tregojnë se do pendohen, u penduan. Mund të imagjinoni këtë? Opozita ka tërheqë të gjitha firmat për kandidatura tjera përveç kandidaturave të përzgjedhura vetë. Të cilat janë Besim Ndrejgjoni, Adriana Kalaja, Jola Hysaj, Anita Braja, Haluci, 5 u bëna po 6, janë 6 nga kandidat, Dardan Mustafaj. Këta janë kandidaturat tona. Tani çfarë bën sot? Sot futën kandidaturën e tyre, i cili në kuadrin e 27 kandidaturëve kishte marrë firmat, por ne i tërhoqëm firmat. Dhe Uluzi Manja thot se nuk njoh tau. Me Uluzi nuk njohim tërheqjen e firmave. Arrin gjerë në këtë deklarat të turpshme për të nxjerrë atë që thotë Edi Rama, kështu që ne tërhiqemi totalisht nga procesi. Ne nuk jemi më palë në procesin e zgjedhjes avokatit popullit. Kjo është një histori e turpshme e Edi Ramës që u përpoq, por absolutisht ne në një farsë nuk marrim pjesë. Qoftë se ja lanë Partisë Demokratike, ne u treguam të arsyeshëm, ne nuk tham ose ky ose asnjë tjetër, ne paraqitëm disa kandidatura, ata shtuan kandidaturat e tyre. Shtuan kandidaturën e tyre. Është Endri Shabani. Kaq. Ne, Partia Demokratike, tërhiqet nga procesi. Partia Demokratike nuk merr pjesë në proces. Kjo është një turp i tyre. Pa 4 ditë, siç e dini ju, deklaruan që do ketë jalam opozicë, jalam Partisë Demokratike. Dhe tani thonë nuk njohim tërheqjen e firmave. Firmat janë tërhequra dhe ne nuk marrim pjesë në proces. Nga këto 6 emra që ju keni propozuar për Partinë Demokratike, cili mendoni se do duhet jetë avokati i popullit, nëse do të ketë një ndryshim të situatës? Gjersa ne kemi zgjedhur këta, natyrisht se cili prej tyre ka besimin tonë. Por në renditje është Besim Ndrejgjoni i cili është paraqitur për votim në Parlamentin e Shkuar, siç e dini ju. I ketë bën një check-up të seancës. Është Adriana Kalaja, që plotson çdo kriter për të qenë. Është Jola Hysaj, një ere me energji të madhe në këtë fushë, e vendosur për drejtat e njerëzit. Është Anita Braja. Është edhe janë dhe Zoti Haluci dhe Dardan Mustafa. Pra ne kemi kandidatura shumë të mira.
shumë të mira. Do e bojkotoni votimin e Tejtes për avokatën e popullit? Do e bojkotoni? Sigurisht, ne s'marrim pjesë në votim fars. Jo. S'ka diskutim. Kjo që bën është një akt i ulët primitiv i Edi Ramës. Tregon tolerancën e tij zero. Dhe do vej një person që opozita s'ka si lidhje me opozitën. Jo. Kemi sinqert.